Po, është një sukses i balancuar, ndoshta forca politike, krahasuar me zgjedhjet e kaluara, është vetëvendosja ajo e cila avancoi, sepse mori 2 komuna nga LDK, Fushë Kosovën dhe Obiliqen, dhe mori komunën më të rëndësishme, do të thonë gjeopolitikisht, ajo që ka rëndësi më të madhe politike si kryeqyteti i natyrshëm i Kosovës, që është Mitrovica, e mori nga PDK-ja, dhe kjo përbën suksesin më të madh, sepse zakonisht të kesh Mitrovicën është ta kesh gjithë epiqendrën e gjithë Kosovës. Pavarësisht që LDK-ja mbajti Prishtinën, vetë fakti që Albin Kurti gati gjatë gjithë kohës ishte i koncentruar në Mitrovicë më shumë se sa në Prishtinë, tregon edhe Prishtinën dhe Pejën, a? Po mbajti edhe Pejën.